Ishte një pasdite vjeshtë, me shi të imët që lypte xhamat e dritaresime. E kisha mendjen te puna, por diçka brenda meje nuk më linte të përqendrohesha. Isha një grua 35 vjeçare, e pavarur, me karrierë të ndërtuar dhe me një boshllëk që prej vitesh mundohesha ta mbushja me takime të shkurtra e lidhje pa të ardhme. Derisa vendosa të provoja diçka tjetër. Jo dashuri, për atë nuk isha më kohë apo durim, por një marrëveshje. Një djalë me mirëkuptim që të kryente marrëdhënie me mua, pa emocione, pa pyetje, pa zhgënjime. E gjeta në një platformë që nuk e kisha përdorur kur më parë. Quhej Ardi, 27 vjeç. Studioi për psikologji, por punonte si trajner personal. I qetë, i pjekur për moshën, me sy që nuk kërkonin asgjë më tepër se atë që leconin në kontratë. Kur u takuam për herë të parë në një kafene, i thash troq, nuk dua të dashurohem, nuk dua të fle natën duke menduar për ty, dua rregull, respekt dhe gjumë të qetë pasi të mbarojmë. Ai piu një glenjë kafeje dhe u përgjigj. E kuptoj, më mirë se ç'mendon. Atëherë nuk e dija se ç'do të thoshte vërtet. Java e parë ishte si një orar pune. Të martën dhe të njëjtën, në orën 8 të mbrëmjes, Ardi vinte te shtëpia ime. Silte ndonjëherë verë, ndonjëherë libra që i diskutonim para se të kalonim në atë për të cilën ishim marrë vesh, dhe gjithçka ekste. Lidhja jon po ekste. Po ekste aq mirë sa fillova të haroja se ishte thjesht një marrëveshje. Nuk e lejoja veten të mendoja për të gjatë ditës, por natën, kur ai mbetej i shtrirë pranë meje, për 15 minuta shtesë, thjesht duke parë tavanin, diçka brenda meje filloi të dridhej. Një mbrëmje, pasi u kënaqem si zakonisht, ai u ngrit dhe shkoi në kuzhinë. E dëgjova teksa hapte dolapin dhe nxirrte një gotë, pastaj tjetrën. Pse 2 gota? E pyeta nga dhoma e gjumit. Sepse dua të them diçka, u përgjigj ai. U vesh shpejt dhe doli me një shishje whisky që nuk e kisha parë më parë. I ulur në krevat, më mbushi gotën, pastaj të tijën. Syt më shikonin ndryshe atë mbrëmje, jo me atë qetësinë e zakonshme të kontraktuar, por me një dridhje të re. E di çfarë është e çuditshme, tha. Çfarë? Se lidhja jon po ekste më mirë se çdo lidhje e vërtet që kam pasur ndonjëherë. E piva whiskin pa e lëshuar shikimin. Ai ishte i rrezikshëm. Jo sepse do të më lëndonte qëllimisht, por sepse po më bënte të dyshoja në rregullat e mia. Kishin kaluar 3 muaj. Ardi vinte tani 3 herë në javë. Herë të tjera më merrte në telefon thjesht për të më pyetur si e kalova ditën, pa asnjë lidhje me marrëveshjen. Dhe unë përgjigjesha, gjithmonë. Derisa një natë, gjatë marrëdhënies son, ai më pëshpëriti diçka që nuk ishte në kontratë. Nuk ishte as e ndaluar, sepse nuk e kisha parashikuar. Thjesht nuk e kisha imagjinuar. Më tha, unë nuk jam më këtu vetëm për të kryer një marrëdhënie me ty. Dhe unë ngriu. Pasi mbaruam, u largova nga krevati më shpejt se zakonisht. U futa në banjë dhe qëndrova atje gjysmore. Kur dola, ai ishte ulur në divan me palton në prehër. Duhet të them diçka, filloi. Mos thuaj asgjë. Do ta them gjithsesi. Kontrata jote ishte e qartë, një djalë me mirëkuptim që të kryej marrëdhënie me ty. Por ti nuk e parashikove që unë do të njihja vërtet. Dhe tani çfarë? E ndërpreva me zë të mprethët. Tani lidhja jote nuk po ecën më, sepse ti ke filluar të ndjesh diçka dhe kjo të tremb. U ngrita në këmbë, më dridheshin duart. Jo nga inati, por nga frika se ai kishte të drejtë. Lidhja që po ekste aq mirë, tani po përbalej me të vetmin rregull që e kisha shpërfillur. Mos u lidh. Nuk e pash për një javë të tërë. Ju përgjigja mesazheve me ja me zën dhe më mirë të ndalemi këtu. Por trupi im e kujtonte atë natë, jo marrëdhënien,
por për shpëritjen. Ajo që më tha në errësirë, kur mendonte se unë nuk po dëgjoja me veshët, por me shpirt. Në ditën e 8, ai trokiti në derë pa paralajmërim. Kur hapa, pash një burr tjetër nga ai që kisha takuar në kafene. Jo më i qetë, por i thyer. Jo më i sigurt, por i mbushur me diçka që ngjante shumë me dhimbjen. Pse erdhe? E pyeta duke e lënë të hynte. Sepse nuk e duroj më mirëkuptimin tim. Çfarë do të thuash? Unë pranova të isha thjesht një trup për ty, por nuk ja dola. Lidhja jote nuk po ekste më, sepse ti u tërhoqe. Por lidhja ime, shtoi duke më zënë dorën, lidhja ime nuk ka ecur kur. Ajo ka mbetur në vend që në momentin e parë që të pash. E lash ta mbante dorën time. Për herë të parë në 3 muaj nuk isha asnjë rregull për t'i kujtuar, asnjë kontratë për t'i lecuar. Vetëm një djalë me mirëkuptim që kishte bërë diçka që nuk e kisha parashikuar. Kishte filluar të më donte pa leje. U ulën në divan deri në mëngjes. Nuk bëm dashuri atë natë. Bëm diçka më të rrallë, follëm vërtet. Për frikën time, për izolimin që vetë kisha ndërtuar, për atë që ai e quante mirëkuptimi që u bë pengesë. Afish, nuk e di nëse kjo histori ka lumturi. Nuk e di nëse unë dhe Ardi jemi ende bashk. Ajo që di është se për 8 minuta që lecove këtë, ndodhi diçka e vërtet. Një grua që kërkoi vetëm trupin, gjeti një burr që nuk mundi ta mbante veten vetëm trup. Dhe një djalë me mirëkuptim që pranoi çdo gjë përveç largjimit. Ndonjëherë lidhja nuk ecën sepse është e përsosur, por sepse pas një marrëveshjeje pa shpirt, zgjohet papritur ajo që nuk pritej. Një zemër që nuk e kishte nënshkruar askush. Sigurisht, ja vazhdimi i historisë me 2 deri 3 fjalë të tjera, që i japin një mbyllje edhe më të ngrohtë. Por që megjithatë, mësoj të rrihte vetëm për mua. Dhe atë natë, pa kontratë e pa rregulla, unë më në fund e kuptova se çfarë do të thoshte të kryesh marrëdhënie. Jo me trup, por me shpirt.